Çdo 7 prill, kudo në botë flitet për shëndetësi në kuadër të ditës botërore të shëndetit, ditë kjo që shërben si një moment reflektimi mbi sfidat dhe prioritetet që ka shëndetësia në mbar botën. Doktoresha Meri Komoni Nagavci thotë se profesionistët shëndetësor ndjejnë përdit përgjegjësinë e plotë për të ofruar gjithmonë shërbime cilësore dhe të kujdesshme për pacientët. Si profesionist shëndetësor, jo vetëm sot, por çdo ditë ndjejmë përgjegjësinë e plotë për të ofruar shërbime cilësore dhe për të krijuar një sistem të drejtë dhe të qëndrueshëm. Në praktikën tonë shohim jo vetëm diagnoza, por edhe historinë e secilit pacient. Ne çdo ditë përballemi me sfida të ndryshme si sfida ekonomike, emocionale dhe ndoshta sistemi jo nuk është i përsosur dhe sigurisht që ka vend për përmirësime. Unë e di që unë dhe secili koleg bëjmë çdo ditë maksimumin për të ofruar shërbime për pacientët tanë. Doktoresha Komoni Nagavci thonë se kjo ditë duhet të shërbejë edhe në rritjen e vetdijes së vet pacientëve që të kujdesen për kontrollet e shpeshta të mjeku, pavarësisht nëse ata ndihen mirë me shëndetin. Në këtë ditë botërore të shëndetit, unë uroj që të gjithë pacientët të jenë të vetëdijsuar për kontrollat e shpeshta të mjeku dhe për prevenim të smundjeve. Gjithmonë është thënë që prevenimi është më i mirë se trajtimi. Kujtojmë se në shënim të kësaj dite në shumë vende mbahen aktivitete shëndetësore, përmes të cilave përçohet mesazhi mbi rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit të gjithë secilit njeri.